se jemi të depolitizuar, qeveria dhe politika është larg institucioneve të pavarura, siç janë bashkitë, është asgjë më shumë vetëm një propagandë. Por çfarë ndodh në këtë rast, si e interpretoj unë në fakt? Keq përdorimi i administratës publike, zonja me drejtë e përmendi rastin e Bashkisë Tiranës. Kam shkruar, kemi bizetuar me televizionin tuaj një turp i madh ti nxjerrësh ato 5.000 punonjës në atë pllakën e betonit aty në qendër të Tiranës, se t'ju bosh moral, apo ty e dali kryeministri me tek zyra kryetarit bashkisë. To ndodhin vetëm në Shqipëri, në asnjë vend të botës. Por lëvizjet tashmë vërtet janë kthehen më masive në prag të zgjedhjeve. Nga njëra anë propagandojnë se jemi shumë pranë BE-s, nga ana tjetër bëjmë atë lëvizje që në BE nuk ndodhin. Çfarë do thotë? Duhet ta pranojmë realitetin që ka një besnikëri të pathyeshme të administratës lokale me parti në pushtet. Është më mirë ta themi që jemi bonjësh edhe s'kemi ç'ti themi kësaj pune. Por përpos gjithë lëvizjeve më shqetëson fakti që a janë efikas apo kryen shërbime kjo administrat. Ne tashmë e kemi pamë në fushat politike, ato shkojnë të gjithë, kryetari me administrat, duket nga numri i mesazheve që çojnë tjeni pilandit, tu merrni fëmijët, merrni burrin, merrni gruan, njoftoni të afërm. Dhe kjo krejtësisht e pamoralshme në fakt, po ja që ka ndodhur tek ky vendi, që me zor po presim të morim pasaportën evropiane, që t'ju japim leksion Evropës, se si administrata publike të marri pjesë në fushatën elektorale. Dhe fundit, është rrezik për financat publike. Shifrat janë katastrofike në fakt, pavarësisht se në volum duket shumë mirë, është rritur buxheti, rriten shpenzimet, por nëse unë t'jap vetëm një shifër, po të mbledhësh buxhetet për kostot operative, plus ato për personelin, bëjnë afërsisht 75%, 80% të buxhetit vjetor të një bashkie. Pjesa tjetër, 20%, 15%, 25% kjo marshi shkon për investime. Po pse e kanë luksin bashkitë sot të kenë këtë lloj racionalje? Po ato kanë paguar taksa për të marrë investime, shërbime, rrugë, ujësjellca, edhe jo të marrin ato administratën e fryrë. Sipas një raporti që ne do ta publikojmë dhe kam kënaqësinë të jem prezent me botimin konkret, ai dini se sa është numri i punonjësve në 61 bashkitë me sa është mbyll ky numër punonjësh në fund vitit 2024, 39.000 punonjës. Ja 1.700 dhe 1.500 më shumë se vitin 2023. Pra nuk shkojnë këto punë kështu,